Në një intervistë për televizionin publik të Zvicrës, SRF, Xherdan Shaqiri flet për rritjen e tij mes dy kulturave, fillet e karrierës, prindërit, provokimet e palës serbe ndaj tij dhe familjes së tij dhe për të ardhmen si futbollist. Shaqiri ka bërë një intervistë e cila është publikuar gjatë ditës së sotme dhe Telegrafi u sjell atë në formën e plot pyetje-përgjigje. Si shënohen golat të rëndësishëm nën presion të madh? Kjo lidhet shumë me instinktin, shpesh vendosin milisekondat, i dua golat spektakolar dhe kam provuar shpesh gjëra të guximshme, por asnjëherë nuk kam hyrë në një ndeshje me mendimin për të shënuar një gol të veçantë. Ajo duki vështirë kthimi në Zvicër. Rikthimi te Basel ka qenë gjithmonë një ëndër që e kisha në mendje. Të dilja edhe një herë para prindërve të mi në stadiumin St. Jakobs Park dhe sigurisht ta çoj përsëri Baselin aty ku ka vendin. A krijon roli juaj qendror në Basel edhe presion? Patjetër, por më pëlqen presioni pozitiv. Megjithatë, sapo përmendet emri im gjithmonë, shkruhet shumë. Mendoni se raportet janë negative? As pak, si futbollist duhet të mësosh të përballosh titujt negativ pas ndeshjeve të dobta, por kur vendosin vetëm Shaqiri në titull për të gjeneruar klikime, aty mbaron mirëkuptimi im. Si ju ka formuar rritja në kushte të thjeshta? Shumë, ajo më ka çuar aty ku jam sot, por jam edhe krenar për prindërit e mi sepse kur nuk kam futur hundët në rrugën time. Qëllimi juaj ka qenë të fitoni aq sa të mos punoni me prindërit. Ju pëlqen të merrni përgjegjësi? Ëndra ime ka qenë që nga kontrata ime e parë si profesionist të nxjerrja prindërit nga bota e punës dhe të kujtesesha për ta. Këtë e kam realizuar, çdo gjë që erdhi pas kësaj ka qenë thjesht një dezert. A janë më luftarak lojtarët me prejardhje të huaj? Ndoshta jo të gjithë. Zviceranët kanë vullnet luftarak të një kosovari, por ata kanë saktësi në kokë apo aftësi shprehëse. Kombëtarja zvicerane ka përfituar prej vitesh sepse karaktere të ndryshme sjellin cilësi të ndryshme. Në çfarë mënyre u ndihmon futbolli të rinjve me prejardhje të huaj për t'u integruar? Sporti gjithmonë përgjithsisht dhe i largon të rinj nga rruga. Ai nuk formon vetëm trupin, por edhe karakterin e njeriut. A shqetësoheshin prindërit tuaj se mund të përfshihesh në rrethe të këqija? Nëna ime shqetësohej sepse isha i vogël, por luaja gjithmonë me të rriturit, por kështu mësove të përvishëm betejave, edhe e kuptova herët se isha diçka e veçantë sepse gjithmonë mos zgjidhnin të parin. Ajo shikon publiku juve dhe Granit Xhakën më shumë nën Thjerrës. Sigurisht që herë pas here ndihesh pak i trajtuar padrejtësisht, por duhet të dish të përballosh këtë situatë. Njerëz të ndryshëm kanë mendime të ndryshme, por kur njerëzit hyjnë te politika tërhiqem. A pati afera e bërjes së Shqiponjës në 2018 në ndeshjen kundër Serbisë si e hon tepër të madhe? Aso kohë u shkrua shumë. Ne dhe familja jon u provokuam jashtëzakonisht shumë nga pala serbe para ndeshjes së botrorit, sidomos në rrjetet sociale. Kështu lindi tek unë një uri për të fituar dhe në fund, me rëndësi, ishte vetëm fitoria sportive. A ju shkafton dyzim të brendshëm prej ardhja juaj zvicerano-kosovare? Patjetër, në shkollën fillore isha i vetmi i huaj në klasë. Donjëherë më kam ngacmuar, por zakonisht jam ndier shumë mirë dhe kam mësuar shumë nga zviceranët. Dhe për kë jeni kur luan Kosova me Zvicrën? Për të dyja natyrisht. Sa gjatë do të luani ende? Kur të zgjohem një mëngjes dhe të mos kemu dëshirë, do të ndalem.